Ky takim urues për 8 marsin ka nisur me 1 minutë heshtje për asambleisten e ndjer Gjyllgjyzare Gjaravina, e cila ka qenë edhe kryetare e grupit të grave asambleiste. Kryetarja komunës Mimoza Kusari Lila, duke uruar gratë për ditën e tyre, ka folur mbi mundësitë potenciale dhe kurajon që duhet të kenë femrat për një shoqëri të avancuar, pavarësisht pengesave dhe paragjykimeve. Duhet çdo ditë të luftojmë për barazi, duhet çdo ditë të ngrisim zërin. Duken si femra të forta ato të cilat kanë zë, por ka një rrugë të gjatë për të ardhur deri te marrja e drejtës që të kenë zë. Shpeshherë gratona paragjykohen, ende pa fol. Një prej argumenteve të tilla është paragjykimi për gratë deputete në Parlamentin e Kosovës. Jo rrallë kam ndjer komente edhe nga vetë gratë, duke thënë se mire kemi kuotën 30%, por çfarë bën ato gratë që janë sot në kuvendin e Kosovës? Përgjigjja ime është kjo. Pa i vlerësoni atë 70% tjetër se çfarë bëjnë ata. Ka shumë burra deputet që ka lënë 1 mandat, 2 mandate, 3 mandate, jo që s'ju ndim zërin, po edhe emrin nuk ju dim. Ndërkaq, urime dhe mesazhe për fuqizimin e gruas ka sjell lumni e shllaku udhëheqëse zyrës për barazi gjinore. E kryesuesi i kuvendit të komunës Luan Gola, duke folur për rolin e rëndësishëm që kanë gratë në institucione dhe tërë shoqërinë tonë, potencoi se akoma ka shumë sfida. Në traditën tonë festohet me të bime përgjithsisht. Ndërkohë që në shumë vendet e botës, gratë sot protestojnë për të drejtat e tyre, jo vetëm në vendet ku të drejtat janë a priori të mohuara, por edhe në vende ku ne i shohim si shembullin e realizimit të këtyre të drejtave. Ky është një tregues kuptim plot për faktin se edhe bota e qytetëruar, si duam të bashkangjitemi, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në vendet e Aleancës Demokratike, ka ende shumë për të bërë për të drejtat e gruas. Nga një fjalë rasti mbajten edhe gra që udhëheqin institucione të rëndësishme të komunës së Gjakovës. Femra është një forcë e madhe lëvizëse në shoqërinë tonë. Më parë, femra shikohej apo vlerësohej në saje të 2 faktoreve: e destinuar për të kryer punët e shtëpisë dhe e destinuar që të jetë një riprodhuese në shtimin e njerëzve në familje, për të mos u mbyll dera ose oxhaku i shtëpisë. Nuk mund të them se kemi arrit të jemi 100% barabart me mashkull në funksionet tona shoqërore dhe politike, por që a 30% që ne ty ne shumë shpejt kemi kalu. E këtë e them me meritat tona, jo me dëshirën e tyne që e kishin pas për me qenë barabart. Vendi ynë, edhe në fazën e suksesshme integruese ku kemi arritur, nuk mund e nuk duhet të privohet nga energjia femrore, e pa vënë lëvizje dhe e pa vlerësuar në nivelin e duhur. Gratë i përshëndeten edhe ish deputetja me Vlyde Saraçi dhe veterania arsimit Nanie Deva. Ne sot jemi të nderuara në këtë pjesëmarrje me iniciativën e kryetares sonë, zonjës Mimoza Kusari Lila. Me këtë rast, ju uroj 7 marsin ditën e mësuesit dhe 8 marsin ditën ndërkombëtare të gruas. Unë jam njëna prej atyre që sot nuk gjenden në mesin tonë, veterane e arsimit, takoj gjeneratës së 2 të shkollës normale, kom diplomuar në vitin 1949, 17 vjeçare kom dalën punë. 3 vitet e para nuk më kanë lënë me marrë ditarin, për të cilin kam shku në shkollë, por detyra ishte detyrë, më kanë detyru me punu me organizatën e grus. Atëherë quhej organizata antifashiste e grus. Për komunën, jo, po për rrethin e Gjakovës. Për gratë e pranishme, kryetarja Kusari Lila ndau nga një lule të freskër në shenjë minjoje për kontributin e dhënë ndër vite. Faleminderit shumë.